Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së shigjetarit. Siç e shikoni, kam hapur letrat, doa të bëj një ndryshim. Është ai stresi kur regjistron, kur hap letrat dhe të futesh me një në lexim. Doa të provoj kësaj radhe kështu. Të kem kohë të analizoj dhe të vi si me një tregim për ju të dashur shigjetar dhe të shohim, po si ju pëlqeu, pastaj do i kthejmë ku ashtu siç e kemi patur. Në kuptimin e plot, kjo javë sjell qetësi pas stuhisë, një ndjesi besimi në veten tënde dhe në lidhje me të fortë me atë që ka vërtet vlerë. Tempen, qëndrueshmëria dhe ylli, të dashur shigjetar, flasin për durim, besim dhe një lloj butësie që të ka shëruar ngadalë por thellë. Ti nuk je më ai apo ajo që kishe qenë, që ke qenë më përpara. Je më i qetë, më i qartë dhe më e fortë brenda vetes, po shfaqesh si versioni më i ekuilibruar i vetes suaj. Asi i kupës dhe të dashuruarit sjellin emocione të thella, dashuri të pastër dhe një lidhje shpirtërore që është në harmoni me ju. Kjo mund të jetë një lidhje aktuale që po forcohet, ose një energji e re, një dashuri e re që po vjen dhe që do të ndjej apo do të ndihet thellësisht, të dashur shigjetar. Nuk ka më vend për lidhje gjysmake. Këtë e keni vendosur dhe ashtu duhet të jetë dhe atë po ju jep universi. Ti ke hapur zemrën për diçka me të vërtet të plot, reale, të sinqert dhe të vërtet. 10 të parave apo të monedhave dhe 7 të monedhave tregojnë se ke mbjell fara që do sjellin rezultate të qëndrueshme, qoftë në financa apo në dashuri, punë apo në jetë familjare. Kjo është një periudhë ku puna jote do të shpërblehet dhe jo vetëm materialisht, por edhe emocionalisht, të dashur shigjetar. Mbretëresha e shpatës është zëri i mbrëmshëm, që tani po ju flet qartë. Ti di çfarë meriton, të dashur shigjetar. Ti i vendos kufit. Ti zgjedh atë që është në përputhje me ty dhe nuk e ul më veten për askënd. Të dashur shigjetar, mesazhi i këtij leximi: besoj asaj që ke ndërtuar brenda vetes. Ju thash që në fillim jeni shëruar dal nga dal, por thellë, më të bindur se kurrë në veten e juaj. Je gati për dashuri të vërtet, për stabilitet afatgjat dhe për të qenë udhëheqëse butë e fortë në jetën tënde. Kjo nuk është vetëm një javë apo një energji e mbar, kjo është një etapë e re në jetën tënde. Ti nuk je më duke kërkuar dritën, ti e bërë drita vet, të dashur. Pra, diçka e re duke lënë pas vetes të vjetrat. Aty ku e kishe harruar dinjitetin, karakterin, aty ku jeni ndjerë të shtypur, jo të dëgjuar, jo të parë, ato i keni lënë mas, apo po i leni mbas, të dashur, dhe një epokë e re po fillon për ju.